Rafa live nga Peqini. Përshëndetje Osman, cila është situata atje? Përshëndetje, Ola, në fakt ndodhem në Peqin, ku kam qenë në disa prej qendrave të votimit për të parë situatën dhe normalisht vijon e qetë në qytetin e Peqinit, ndërkohë sa i takon bashkive të qarkut të Elbasanit pjesëmarrjes në këto votime deri në orën 17:00, pra ka pasur në qarkun e Elbasanit 38.83%, pra janë raportuar 224 nga 508 qendra votimi në total. Të paktën kjo sa i takon deri orës 17, ndërkohë që theksohet fakti në këto qendra votimi ku unë kam vëzhguar dhe komunikuar me antarët e komisioneve pra të qendrave të votimit, deklarojnë se pjesëmarrja në disa raste është e njëjtë me vitin 2021, por ka edhe raste të tjera kur pjesëmarrja ka qenë më lartë në vitin 2021, çka do të thotë se në disa prej këtyre qendrave të votimit ka më pak flet votime se sa në zgjedhjet e vitit 2021. Ndërkohë sa i takon qarkut të Elbasanit dhe që lidhet pra me bashkitë e tjera të këtij qarku, në Belsh përqindjet e deri tanishme deri në orën 17 janë 34.47%, në Cerrik 33.68%, në Elbasan 38.91%, në Gramsh 43.66%, në Librasht 42.1%, në Peqin 36.18% dhe në Prenjas 41.17%. Kjo sa i takon atmosferës dhe situatës në Elbasan, ku ditën e sotme ne kemi raportuar, Ola, sa i takon problematikave që kemi hasur, një ndër më kryesorët lidhet me votimin familjar, ku persona të ndryshëm vinin për të shoqëruar familjarët e tyre, por pa paraqitur asnjë lloj dokumentacioni për të verifikuar problematikën e atij personi që mbi të cilin do merrej do votohej mbi vullnetin e tij, duke qenë se konsideroheshin persona që nuk dëgjonin, nuk shikonin apo kishin probleme të tjera, por në asnjë moment nuk paraqisnin përpara qendrës votimit një dokument për të verifikuar problematikën e tyre. Ndërkohë një tjetër shqetësim që ka pasur media ditën e sotme në disa prej pikave të qendrave të votimit lidhet edhe me faktin, disa prej tyre janë raportuar, lidhet me faktin se në rregulloren që i është dërguar qendrave të votimit parashikohet që mediat mund të filmojnë vetëm 15 minuta brenda qendrës votimit dhe më pas do duhet dalin jashtë. Një vendim ky, një urdhëresë e cila në fakt nuk është dëgjuar, të paktën aq vite sa kam unë gazetari, por edhe më herët nga kolegë të tjerë, të cilët në asnjë lloj momenti mediat nuk janë bërë problem dhe kanë të drejtën e tyre për të mbikëqyrur dhe për të monitoruar, jo vetëm 15 minuta për të filmuar, por sa do të duan, ndoshta që nga momenti i parë kur hapet qendra e votimit deri në momentin përfundimtar, sikundër kanë të drejtë për qenë edhe në momentin kur numërohen të gjitha fletët e votimit nëpër pikat nëpër KZAZ. Dhe në fakt ky ka qenë një vendim skandaloz i cilësuar nga media, duke qenë se nuk kemi përballur asnjëherë më parë me vendime të tilla ku mediat t'i vendosit një minutazh i caktuar i kohës që do duhet të filmojnë nëpër qendrat e votimit e më pas do duhet të largohet. Për shembull në Durrës kjo ka pasur problematika dhe përplasje, e jo vetëm, gjithashtu edhe nëpër disa qytete të tjera ku antarët e qendrave të votimit kanë detyruar gazetarët që të largohen nga qendrat e tyre, pra ku ata po raportonin dhe po ndiqnin situatën për çdo gjë të mundshme që ata mund të vëzhgonin dhe i mund të mbikëqyrnin. E qartë, faleminderit Osman. Faleminderit juve. Do të shkojmë edhe një herë me kolegen Megi Latifi, e cila ndodhet tek